Platforma qeveritare e Albania ka vijuar me ritme të larta përdorimi edhe gjatë muajit nëntor, duke regjistruar rreth 45.4 milion transaksione qeveritare. Nëse e krahasojmë me muajin e shkuar, ka pasur një rritje domethënëse të këtyre transaksioneve. Kjo shifër konfirmon rritjen e vazhdueshme të varësisë ndaj shërbimeve digjitale dhe uljen e nevojës për paraqitje fizike në institucione. Sipas të dhënave të fundit, numri i përdoruesve të regjistruar në portal ka arritur në rreth 3.4 milion, duke e bërë e-Albanian një nga platformat më të përdorura në vend. Kjo shifër pasqyron jo vetëm shtrirjen e gjerë të platformës, por edhe besimin e qytetarëve tek shërbimet publike online, të cilat po zëvendësojnë gjithnjë më shumë procedura tradicionale. Një tjetër tregues i rëndësishëm është përdorimi i vulës elektronike, ku gjatë muajit nëntor janë lëshuar rreth 856.000 dokumente të pajisura me vulë digjitale. Në platformë janë aktiv rreth 1.300 shërbime elektronike, të cilat janë përdorur afërsisht 2 milion herë vetëm brenda këtij muaji, ndërsa pjesa tjetër, rreth 1.200 shërbime, kanë gjetur përdorim në platformë. Këto shifra flasin qartë për një transformim të thellë të mënyrës se si qytetarët ndërveprojnë me administratën publike, duke kursyer kohë, energji dhe kosto financiare. Zhvillimi i vazhdueshëm i e-Albania përforcon vizionin e një qeverisje moderne dhe të digjitalizuar, ku shërbimet publike janë më pranë qytetarit, më transparente dhe më efikase. Në këtë kuadër, Shqipëria po konsolidohet gjithnjë më shumë si një prej vendeve në rajon me nivel të lartë të digjitalizimit të administratës publike.